Nëse në Republikën e Shqipërisë ka sistem drejtësie, parlament, parti politike dhe popull, kryeministri i Shqipërisë duhet shkarkuar, gjykuar dhe dënuar, jo vetëm për korrupsion dhe vjedhje, por kryesisht për mashtrim. Po ju bëj të njohur se si ka gënyer sot, me zë dhe figur, nga mali i zi, në një samit për Ballkanin Perëndimor, gazetarët e huaj dhe opinionin publik ndërkombëtar, lidhur me protestën dhe projektin në Zvërnec. Më pas do ju paraqes se çfarë tha para 5 ditësh në takimin me grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Takim për publikun, në transmetim direkt, ku sërish me zvalla sqarimeve që na jepte për projektin, na mashtronte në çdo fjalë dhe frazë. Dëgjoni çfarë tha nga mali i zi, sot në mëngjes, e premte, 5 maj 2026. There are no demands to be discussed because there is no yet project approved, right? So first we need to have the project, then to see the project, then to discuss the project. But we can't discuss something that does not exist, but that is being presented in the overall social media through a hybrid war against Albania, through false narratives like the project is not the project, but is something cooked between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in Zvernets. And I think the Western media should be much more careful because facts matter and should always matter. Because there is no project, because there is no reason to worry as far as there is no project, and because the top architects, among the best in the world, the top engineers, landscape architects are engaged, and it's not the aim to do some disruption with nature, but the aim is to make something unique that will be amazing for Albanians, but will be also a gift of Albania to all of you in Europe. Nuk ka kërkesa për të diskutuar, sepse nuk ka një projekt të aprovuar. Në rregull, kështu, në fillimi duhet të kemi një hap, një projekt, më pas ta shikojmë projektin, më pas ta diskutojmë projektin. Por ne nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që është prezantuar nga do mes mediave sociale, mes një lufte hibride kundër Shqipërisë, mes narrativash false, se projekti nuk është projekt, por diçka e gatuar mes meje dhe Bibi Netanyahu, nëpërmjet Gerard Kushner, për të sjellë palestinez në Zvërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet të jetë shumë më e kujdesshme, sepse faktet kanë rëndësi, dhe gjithmonë do të kenë, sepse nuk ka projekt, sepse nuk ka arsye për shqetësim, për sa kohë që nuk ka projekt dhe sa arkitektët korife, mes më të mirëve në botë, inxhinierët më të mirë të peizazhit janë të përfshirë dhe nuk kemi për qëllim të dëmtojmë natyrën, por qëllimi është të bëjmë diçka unike, që do të jetë e mahnitshme për Shqipërinë, por do të jetë një dhuratë e Shqipërisë për Europën. Në 100 sekonda që u përgjigj për projektin i mashtroi 13 herë gazetarët dhe publikun. Rama është në çdo qeliz burim mashtrimi, me qëllim vjedhjen, dhe në tërsinë e tij është një shumatore mashtrimesh, me amballazh logodjare, penela me ngjyra lapardhi dhe ca vasal për dekor. Rama është mishërimi i kokboshit butaforik dhe hajdutit kapricioz. Të bën të pandalshëm kapricioja në hajdutëri. Është e frikshme. Kalojmë tek deklarata për median, nga mali i zi. U tha gazetarëve se nuk ka kërkesa për të diskutuar. Kërkesa për të diskutuar ka dhe e para është kërkesa e banorëve që janë pronar, pa shkuar te kërkesat e protestuesve në Tiranë, që janë një seri. Më pas u tha, nuk ka kërkesa sepse nuk ka një projekt të aprovuar. U tha fillimisht, një projekt të aprovuar dhe me njëherë e ndryshoi dhe u tha, nuk ka një projekt. Mashtrim i madh, sepse nuk ka vetëm një projekt, por 2 projekte, dhe ka projekt të aprovuar në tërsinë e tij, por që i duhen bërë disa rregullime. Më pas u tha gazetarëve të huaj, kështu, në fillimi duhet të kemi një projekt të aprove, la përgjysëm fjalën të aprovuar dhe vazhdoi duke u thënë, nuk kemi projekt, e shmangu fjalën të aprovuar, sepse e kapi veten në gabim se, kur nuk ke një projekt të aprovuar, do të thotë që ke një projekt që është në shqyrtim për aprovim. Ndaj u tërhoq nga epiteti të aprovuar dhe u tha, nuk kemi projekt. Më pas u tha, ta shikojmë projektin, më pas ta diskutojmë projektin. Ndërkohë që projektin e ka parë, e ka diskutuar dhe këto do ua tregojmë me në vazhdim mes vetë pohimeve të Ramës, para 5 ditësh. Mëtej u tha gazetarëve, nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston. Por ja që ekziston, sepse është krijuar edhe kompani për projektin, kanë kaluar edhe fonde që u bllokuan dhe janë bërë me qindra veprime.
Më pas i mashtroi sërish gazetarët dhe u tha projekti është prezantuar nga do mes mediave sociale, mes një lufte hibride kundër Shqipërisë. Por i bëjmë me dije Ramës se në media sociale shpërndahen vetëm pamje që ka shpërndar vetë Rama, Ivanka Trump dhe media e huaj. Vazhdoi me mashtrime të tjera dhe u largua, por si kokbosh që është, u tha gazetarëve në funs, për projektin që nuk ekziston, se projekti është unik. U tha gjithashtu se projekti është mahnitës për Shqipërinë dhe dhurat për Europën. Do me thënë pas ka projekt dhe e ka parë. Kam një pyetje tani për hajdutin kapricioz. Si mund të jetë njeriu kaq hajvanolog? Gjithsesi opinioni që u kryua në media ndërkombëtare tani, është ai se nuk ka projekt. Ndaj ne të gjithë do të duhet ta informojmë drejt botën, por kryesisht shqiptarët, që të dinë çfarë realisht ndodh, me informacione që na jep kokboshi hajdut kryeministër, me gojen e tij, me spohimeve të tij. Le të dëgjojmë pak minuta nga takimi i para 5 ditëve se çfarë tha Rama për projektin, studimet e bëra dhe lejet e dhëna dhe ato që pritet të jepen. Tani të vim pak tek procesi që kanë ndjekur investitorët dhe si është qasur administrata shqiptare. Si që thashtë ata u paraqitën për herë të parë në Shqipëri në 2023, pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Do me thënë ka projekt dhe është paraqitur projekt. Fillimisht. Aplikimin e tyre të parë, ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në datën 10/9/2024. Pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvoglohet intensiteti i ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto, janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar një nga një kushtet e vendosura. Kryeministri Rama pohon në ligjërat të drejtë se masterplani i projektit është miratuar. Do me thënë ka projekt të miratuar për investimin në Zvërnec. Në vitin 2024, nuk u miratua një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka asot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejtë për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar. Nuk ka, nuk ekziston. Çfarë shihni në për filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuaj, janë të krijuara si Wog the Dog. Leja e masterplanit ka përcaktuar zonën zhvillimore, parametrat teknik dhe urbanistik. Këtu shoku Rama mbyllet filmi. Leja e masterplanit ka përcaktuar gjithçka. Projekti arkitekturor tani më është i nevojshëm për ata që do të bëjnë konstruksionin e rezortit, por jo për popullin që proteston. Investitorët kanë marrë lejen, gjithçka tjetër që thuati tani. Në shqip cilësohen si ujëra, pallavra apo fjalë bosh në përpjekje për të mbuluar diellin me shosh. Bashk me këto studio, kompania ka angazhuar një grup i inxhinierësh nga më të mirët në botë dhe ka angazhuar njëkohësisht dhe inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Profani kryeministër pohon një tjetër skandal në ligjërat të drejtë. Na thot se teksa është dhëna leja e masterplanit në shtator 2024, tani
Në mars 2026 kompania ka filluar të bëjë studimin mjedisor me specialist nga më të mirët. Por ja çfarë parashikon ligji? Ku një plan zhvillimi prek një zonë të mbrojtur ose një territor me ndjeshmëri të lartë ekologjike, duhet të kryhet një vlerësim strategjik mjedisor gjatë procesit të hartimit dhe miratimit të master planit. Qëllimi i vlerësimit strategjik mjedisor është pikërisht që të informojë vendimarrjen përpara se master plani të miratohet. Zona e Nartës është pjesë e një peizazhi të mbrojtur me rëndësi të lartë ekologjike, me habitate lagunore, duna bregdetare, pyje pishash dhe specie të mbrojtura të shpendëve. Kjo është arsyeja pse çdo zhvillim turistik në atë territor duhet patjetër të ketë paraprakisht një studim vlerësim strategjik mjedisor. Kryeministri doli të amballazhonte, fshite situatën, por teksa nuk ka më ustallar dhe këshilltar rreth vetes, po bën vetëm gafa dhe nxjerr veten dhe qeverinë e tij zbuluar në palitshmëri të njëpasnjëshme. Mirë ata që kanë firmosur master planin e Zvënecit, përfshi edhe Ramën. Në ndërkohë, keni parë që kanë ardhur investitorët. Ka ardhur dhe ajo zonja në Vlorë. Nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Kryeministri i Shqipërisë nuk i thot as emrin Ivankës, por thot ajo zonja. Nga kush ka frikë vallë që t'ja përmend emrin e plot Ivanka Trump, por edhe diçka tjetër shumë rëndësishme. Nuk ishte po ky që i tha një kanali të huaj televiziv se Ivanka Trump është e përfshirë vetëm në Sazan dhe jo në Zvërnec? Tani sa po përgënjeshtroi veten dhe po na thot se Ivanka, ajo zonja, ka ardhur për projektin në Zvërnec. Sa mashtime në radhë thot ky njeri, e ka humbur llogarinë e gënjeshtrave. Është zhytur thellë. Ndaj dhe këtë e ka fund tragjik. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve, të gjithë bashkë, inxhinierëve dhe kanë bërë gjysmëdite dëgjes me profesorë të etnologjisë, me profesorë të gjeodezisë, me profesorë të historisë këtu në Shqipëri. Profesorët janë gjallë, të cilët kanë folur për të gjitha këto aspekte dhe aty një grup i madh njerëzish ka dëgjuar, ka bërë pyetje, ka marrë shënime. Në mars të 2026, pra llogariteni nga fundi 2024-s, është paraqitur një projekt krejt tjetër, i rikonceptuar me një qasje tërësisht ndryshe, projektuese, zhvillimore, mjedisore. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit, pra tregtarët që për emrin tim, për llogarinë time shesin Shqipërinë, nuk e kanë miratuar të gjithin ashtu siç e kanë paraqitur subjekti zhvillues, por ka vendosur kushte përsëri të shkruar, janë me shkrim, dhe kufizime konkrete për vijimin e projektit. Do me thënë, në mars 2026 ka mbërritur edhe projekti arkitekturor. Kur Rama pas ka bërë ndryshime në projekt dhe ua ka kthyer dhe ky na qen ka projekt krejt tjetër, krahasuar me atë, të cilit i ka dhënë leje master plani. Përfundimisht, ky e ka Shqipërinë çiflik. Ligji në Shqipëri është vetë Rama. Ky vendos, ky vulos, ky anulon, amendon, ky kthen, rivendos, transformon, ky aprovon, jep leje, ky ndërton dhe vetëm ky fiton. E para, është e shkruar. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar. Laguna nuk preket. Është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund të përfshi marin. Është e shkruar. Kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Dëgjoni si mashtron në sekond. Thot se kishte marin dhe se marina u hoq. Dhe 3 sekonda më pas na thot indirekt se do të ketë edhe marin. Por pak më vonë, që mos na çani kokën juve leshkot shqiptar. Por edhe sepse nuk e përfshin dot tani në lejen e master planit që ka aprovuar. Është etalon i mashtrimit, por i ka gënjeshtrat haldupe dhe të pështira, sepse është i pacip. Dhe për marinën është kërkuar që të hartohet
më pas një projekti detajuar dhe konsultim me të gjithë autoritetet përgjegjëse për mjedisin, burimet ujore, trashëgim kulturor, infrastrukturën, dhe vetëm pasi të jetë parë projekti tjetër në tërësi. Nuk po ju them që investitorët thonë nuk e kemi pritur kurrë që në Shqipëri shteti do jetë kaq rigoros. Me këtë frazë them ta mbyll. E dini që do të qeshni në fillim, pastaj do të filloni nga të sharat dhe mirë do të bëni. Por po ju them sërish atë që kam 3 vite që e them. Unë mendoj se investitori i vetëm në Zvërnes dhe Sazan është Edi Rama. Të gjithë emrat e tjerë janë fasad, ose mikrobashkë investitor. Interesimi, angazhimi, përpjekjet e jashtëzakonshme që po bën, besoj se ju bindin edhe juve për këtë. Nuk ka investitor që të gropos në Shqipëri 4 miliard dollar. Dhe nëse do të kishte një të tillë, nuk do të investonte për rezort turistik, por do të investonte, për shembull, për ujësjellës kanalizimet në Tiranë, një investim i sigurt, afatgjat dhe që shlyen kapitalin e investimit në kohë rekord, si dhe sjell fitime maramendse në afat shkurtër dhe afatgjat për investitorin. Nga ana tjetër, nëse një kryeministri shkonte në zyrë një investitor që ka 4 miliard në portofol, nuk i thot na bëj një rezort ku të shëllharen ca plazhist milioner, por do ta orientonte drejt një sektori etik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Si kjo pra që sugjeroj unë, sigurimi i ujit të pishëm në Tiranë në vitin 2026, sepse nuk ka ende ujë të pishëm krye qendra e Shqipërisë dhe e shqiptarëve. Ndaj investitori është Rama dhe drejtësia duhet të vihet në alarm dhe të ndalë marrëzinë. Gjithashtu të largoj me ligj dhe në bashkëpunim dhe së bashku me popullin, kryeministri nga zyra dhe qeverinë e vasaleve nga pushteti. Pushtetin e ka sovrani sidomos në kapitalizëm dhe më pas tregu i lirë. Nuk mund ta lejojmë Ramën ta bëjë Shqipërinë feud të tij dhe të trashëgimtarëve të tij. Mast Channel. Please subscribe.